Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e orës 13 në RTK. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mike Pence para se të filloj samiti i kartës së Adriatikut US Adriatic Charter A5 do të takoj të parin presidentin e Kosovës Hashim Thaqin. Në agjendën që ka siguruar RTK thuhet se zëvendës presidenti amerikan pas Thaqit pritet i takoj kryeministrën e Serbisë Ana Brbanić, kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën dhe atë të Maqedonisë Zoran Zaev. Thaçi, i cili kryeson delegacionin e Kosovës në samitin e kartës së Adriatikut, është i vetmi president pjesëmarrës në këtë samit. Të gjitha shtetet tjera të rajonit përfaqësohen në nivel kryeministrash. Për shkak të rëndësisë së takimit bilateral me zëvendës presidentin amerikan Mike Pence, Kosova është përfaqësuar në nivelin më të lartë politik. Pjesëmarrja e zëvendës presidentit Pence në këtë samit shihet si përkushtim i SBA-s për sigurinë dhe stabilitetin e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Tema e samitit do të jetë siguria në rajon. Të nderuar shikues, RTK do të bëjë transmetimin e këtij samiti, i cili pritet të fillojë për pak minuta. Jashtë vendit po qëndron edhe ministri në detyri i punëve të brendshme Skënder Hyseni. Ai ka shkuar në Amerikë për të kërkuar mbështetje për antarësimin e Kosovës në Interpol. Ndërkohë qeveria në Prishtinë ka miratuar në parim nisma për këtë antarësim. Ministri në detyri i punëve të brendshme Skënder Hyseni ka udhëtuar për një vizitë pune në Amerikë. Atje ka filluar një varg takimesh me përfaqësues të disa shteteve anëtare të OKB-s. Në fokus të takimeve është antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtar të bashkëpunimit në fushën e rendit dhe ligjit. Hyseni në këto takime po kërkon përkrahjen për antarësimin e Kosovës në Interpol e që pritet të votohet gjatë asamblesë së përgjithshme në shtator. E ndërkohë në Prishtinë, qeveria ka miratuar në parim nisma për antarësimin e Kosovës në Interpol. Zëvendës ministri në detyri punëve të brendshme Behar Selimi ka thënë se kjo nismë ofron mundësi të mëdha për bashkëpunim të Kosovës me shtetet e tjera, si dhe ndihmon në parandalimin e krimit dhe luftimin e formave të ndryshme të kriminalitetit. E ministri në detyri punëve të jashtme, Enver Hoxhaj, ka thënë se janë marrë të gjitha masat që Kosova ta ketë mbështetje në shteteve anëtare për antarësim në Interpol. Partia Demokratike e Kosovës ka mbledhur sot kryesinë e saj. Pas këtij takimi, kryetari i PDK-s Mimli Krasniqi tha se Kadri Veseli nuk është kandidati final i panit për kryetar të kuvendit. Sipas Krasniqit, përkundër faktit se Veseli është kandidati më i përshtatshëm për këtë pozitë, vetëm nesër do të merret vesh se kush do të kandidohet nga koalicioni PAN. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të Krasniqit. Nuk thash që është Kadri Veseli kandidat final, e kam shtetin 100% Partisë Demokratike të Kosovës partnerëve tonë, por ne jemi të sigurt që nesër kandidati i koalicionit tonë, që është zyrtari i Partisë Demokratike të Kosovës, si kandidat për kryetar do të zgjidhet. Koalicioni LDK-AKR Alternativa LAA do të mblidhet pas dite për të diskutuar rreth seancës së nesërme. Këtë ka konfirmuar për media në kryetari AKR-s Agim Bahtiri. Ai ka thënë se pas përfundimit të mbledhjes do të jepen detaje se çfarë është diskutuar. Në këtë mbledhje pritet të vendoset se si do të veprojë LAA dhe çfarë qëndrimi do të mbajë në seancën e 3 gushtit, kur pritet të zgjidhet kryetari i kuvendit. Por para seancës që do të mbahet enjtën është kriza energjetike, ajo që ka mbledhur sot qeverinë në detyrë. Kolapsi i mundshëm energjetik që rrezikon Kosovën ka bërë që ekzekutivi i vendit të mblidhet për të gjetur urgjentisht zgjidhjen për këtë çështje. Për krizën energjetike lëvizja vetvendosje e bën përgjegjës qeverinë. Donika Kadaj Bujupi nga kjo parti tha se kjo qeveri ka pasur një qasje totalisht neglizhuese ndaj kësaj çështjeje. E sindikata e re Korporatës Energjetike të Kosovës sot organizon protestë kundër kolapsit energjetik. Sindikata ka ftuar të gjithë punëtorët që nuk e pengojnë procesin e punës që t'i bashkohen protestës që do të mbahet në sheshin Skenderbeu në Prishtinë, duke filluar nga ora 12 deri në 13. Në sheshin Zair Pajaziti ka filluar tubimi demonstruesve që protestojnë kundër kolapsit energjetik në Kosovë, të paralajmëruar nga shumë nivele vendore. Protestën e ka ftuar sindikata e re Korporatës Energjetike të Kosovës pas qëndrimit në këtë shesh. Protestuesit kanë marshuar drejt ndërtesës së qeverisë së Kosovës.
Si përfaqësuesi interesave të mbi 16.000 bizneseve antare të Odës Ekonomike të Kosovës, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson që situata e jo stabilitetit të furnizimit me energji elektrike, duke mos përjashtuar arsyet e ndryshme, si në rastin e fundit që lidhet me furnizimin më të ngjellë, është dështimi më i madh i të gjitha institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të angazhuara në faza të ndryshme të periudhës së pasluftës në Kosovë. Sipas Safet Gërgjaliu, dëmi më i madh për ekonominë e vendit dhe kostoja më e madhe që e paguajnë bizneset në vlera vjetore deri në 300 milion euro në total, vjen nga kostot shtesë që duhet të shpenzohen për sigurimin e furnizimit të rregullt me energji elektrike. Ministri Financave Abdullah Hoti dhe menaxheri Bankës Botërore për Kosovë Marko Mantovanelli kanë nënshkruar sot 2 marrëveshje për kredi në vlerë të përbashkët prej afro 34.3 milion euro për realizimin e 2 projekteve që synojnë zhvillimin e sektorit privat dhe krijimin e vendeve të reja të punës në Kosovë. Realizimi i projektit do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve dhe shërbimeve që eksportohen, ofrohen nga tregu i Kosovës, shtoi ministri Hoti. Dërsa menaxheri Bankës Botërore për Kosovë Marko Mantovanelli u fokusua në kontributin e projekteve të reja për rritjen ekonomike të Kosovës, të bazuar në produktivitet më të lartë brenda vendit dhe me konkurrueshmëri më të lartë jashtë vendit. Marrëveshjet pas aprovimit në qeveri do të procedohen për ratifikim në Kuvendin e Republikës së Kosovës. E ndjekim në vazhdim deklaratin e ministrit në largim të financave Abdullah Hoti. Të dy këto marrëveshje janë shumë prej 34.3 milion euro me kushte mjaft të volitshme, me afat maturitete prej 20 viteve me 5 vite grace periudhë, me normë të interesit prej 0.45% në shumën e tërhequr dhe me kushte tjera teknike dhe financiare që janë mjaft të volitshme. Ne si qeverinë do të kujdesemi që të realizojmë planin e punës së qeverisë. Këto 2 projekte janë shumë të rëndësishme për ne, do të kryejmë procedurat e nevojshme ligjore që kërkohen brenda qeverisë për dërgu këto 2 projekte sa më parë për aprovim në Kuvendin e Kosovës dhe shpresoj që sa më parë do të konstituohet Kuvendi i Kosovës dhe do të aprovojnë këto 2 ligje për ratifikimin e këtyre 2. Në fshatin Glarif të Klinës janë gjetur mbetje mortore të cilat dyshohet se janë nga lufta e fundit në Kosovë. Rastin për Aktiv Press e ka konfirmuar vetë kryetari i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur Preng Gjetaj. Ai ka deklaruar se në këtë lokacion gjatë disa punimeve janë vërejtur eshtra njerëzisht të varrosur në tokë. Po është e vërtetë që janë gjetur mbetje mortore pikërisht prej vendit të ngjarjes Tashu Largova. Punimet që kanë qenë duke u zhvilluar në atë lokacion janë ndërprerë për shkak të dyshimeve se janë gjetur mbetje mortore dhe menjëherë është lajmëruar policia, ka deklaruar Gjetaj. Qeveria amerikane nuk kërkon një ndryshim regjimi në Korenë e Veriut, ka thënë sekretari i shtetit në kohë kur janë rritur tensionet për shkak të programit të armëve të Penjanit. On the regime in North Korea to have them Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë armik i Koreas së Veriut dhe se dëshirojnë dialog. Sipas tij, SBA nuk synon rrëzimin e regjimit, bashkimin e gatishullit e as ndonjë justifikim për të dërguar ushtri në paralelën 38 duke ju referuar kufirit midis 2 Koreve. Por sipas sekretarit Tillerson, Korea paraqet kërcënim të papranueshëm për Shtetet e Bashkuara dhe ne duhet t'i përgjigjemi. Ka qenë presidenti Trump që ka kritikuar në mënyrë të përsëritur edhe Kinën, e cila ndan kufirin toksor me Korenë dhe është aleati më i afërt i saj ekonomik, e cila sipas tij nuk ka bërë mjaft për të ndaluar programin e armëve të Penjanit. Megjithatë, zoti Tillerson mori një qasje më diplomatike, duke thënë se vetëm koreano-veriorët duhet fajsuar për këtë situatë. Ndërkohë, në një intervistë, senatori republikan Lindsey Graham tha se zoti Trump i ka thënë se do të ketë një konflikt ushtarak mes 2 vendeve nëse Penjani vazhdon programin bërthamor. Sipas senatorit, nëse do të ketë një luftë, do të jetë atje, nëse mijëra njerëz do të vdesin atje, nuk do të vdesin këtu dhe sipas tij këtë Trump ja ka thënë në fytyrë.
Por pavarësisht kërcënimit amerikan, Penjani kreu testin e një rakete balistike ndërkontinentale para më pak se një jave. Të nderuar shikues, për pak qaste do të lidhemi drejt për drejt me Podgoricën, ku është duke u mbajtur Samirti i kartës së Adriatikut, ku në mesin e shumë pjesëmarrësve është edhe zëvendës presidenti amerikan Mike Pence. Zëvendës presidenti amerikan në këtë samit shihet si përkushtimi i SBA-s për sigurinë dhe stabilitetin e shteteve të Ballkanit perëndimor. E tema e samitit do të jetë siguria në rajon. Ishte kjo të rap për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.